Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar televizionistë, kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi I haditheve të Imam Nevojut. Por sot do bëjmë një përjashtim duke vazhduar me tematikat e shpjegimit të haditheve nga shtojca I Ibn Rajabit. Jemi sot me të ftuarin e përhershëm, Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdhe, Hoxhë. Mirë se gjetëm. Faleminderit për ftesën. Atëherë, Hoxhë, nderuar, pa u vonuar, le të fillojmë me tekstin e hadithit, më pas me shpjegimin e tij, siç tashmë kemi bërë traditë. Hadithin e sotën transmeton një sahabi I cili quhet Miqdad ibn Ma'di Yaqrib radhiyallahu ta'ala anhu, I cili ka thënë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka mbushur njeriu enë më të keqe se sa stomaku I tij. Pra është periferizuar si emër dhe është përmendur, domethënë në mënyrë alegorike. Nuk ka mbushur njeriu, pra biri I Ademit, enë më të keqe se sa stomaku I tij. E nëse duhet patjetër atëherë 1/3 për ushqim, 1/3 për pije dhe 1/3 letëri bosh për ajër. Ky është një hadith I cili duket sikur po flet për stomakun, po faktikisht ai nëpërmjet këtij hadithi profeti alayhis salam deshi të edukojë tek ne disa virtyte dhe të japi disa mesazhe se njeriu nuk jeton për të ngrënë, po njeriu ushqehet për të jetuar. Atëherë, o të nderuar, le të përmendim disa histori të bukura rreth sahabiut Miqdatit dhe më pas vazhdojmë në shpjegimin e hadithit. Faktikisht ky sahabi është prej sahabeve të vegjël, le të themi quhet, sepse domethënë në një rast ka ndodhur kur dikush ka thënë vallë, a është ky prej sahabeve dhe e ka pyetur dikush në sy. Ai jeti prej sahabeve, tha un kam qenë me babain tim dhe me xharin tim, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më kapi prej supit dhe më tha, domethënë ka qenë prej njerëzve që e kanë parë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe quhet prej sahabeve. Për këtë arsye dhe domethënë transmetimet nga profeti alayhis salam nuk është se janë shumë, për shembull për haditheve që ky ka transmetuar nga profeti alayhis salam është hadithi I nëse dikush e do dikë prej jush, le ta njoftoj atë, idha ahadukum ahadan fillah falyu'limhu aw falyukhbirhu. Ose ka transmetuar hadithin Zoti ju porosit dhe ju lën amanet nënat tuaja, pra është një nga transmetimet e Miqdadit. Prej le të themi ngjarjeve interesante që ka nga Miqdadi është ka ndodhur ka qenë në një takim me Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu dhe ka ardhur lajmi kur kanë qenë prezent të gjithë se ka ndruar jetë Haseni, pra Haseni I biri I Aliut, I cili para vdekjes ja la pushtetin Muawiyes radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe tha Miqdadi, me zë të lartë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dhe Muawiya dhe për ta ngacmuar pak I tha, pse tha ka ndodhur fatkeqësi? I tha po, fatkeqësi. Pejgamberi alayhis salam ka thënë Hasani dhe Husaini janë pjesë e imja. Dhe pastaj vazhdoi, domethënë ka historia vazhdon, Miqdadi filloi të këshillonte Muawiyen në sy të gjithëve. Dhe faktikisht përpara Miqdadit folën dy të tjerë që e lavdruan, ndërkohë që Miqdadi e qortoi për disa veprime. Dhe të gjithë tani menduan se Muawiya do të mande qendrim ndaj Miqdadit, thotë jo vetëm që nuk mbajti qendrim, po urdhëroi që të shkruhet emri I tij në divanin e Bejtut Zeka dhe edhe e djalit të tij, pra e fëmijës të tij, dhe urdhëroi Miqdadi masi doli që këto para të shpërndahen të varfërve. Ka qenë prej le të them prej luftëtarëve më të shquar në luftën e Kadisijës, ka ndruar jetë në Hims, pra në Hims të Shamit, dhe pra ka ndruar jetë në vitin 87 të Hijretit, afërsisht në një moshë të madhe, radhiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë I kënaqur prej tij. Pra kjo është diçka shkurtimisht për Miqdadin, transmetuesin e këtij hadithi. Atëherë le të fillojmë në shpjegimin e tekstit të hadithit. Padyshim domethënë ky hadith është një nga hadithet më të bukura sepse para 1400 vjetë pothuajse profeti alayhis salam përshkroi atë që sot njihet si shkenca e dietologjisë, pra e dietës njeriu që njeriu mos zë ushqimin. Hadithi fillon pikërisht ena më e keqe që mbush biri I Ademit. Pse e ka përcaktuar profeti alayhis salam stomakun si një enë të keqe? Siç e thash edhe më herët, domethënë, njeriu, domethënë në këtë botë mundohet të mbush shumë gjëra, dikush mundohet të mbush, le të themi,
akauntin bankar me para, dikush mundohet mbush prestigjin e tij, dikush mundohet vendosë autoritet, dikush. Pra, siç thot Zoti në Kur'an, elhakum takathur, njerëzit janë të angazhuar me shumimin e gjërave. Dikush do të shtojë pasuesit, dikush do të shtojë ndjekësit, dikush do të shtojë pasurinë, dikush do të shtojë famën. Njerëzit janë të angazhuar me këtë sepse kanë harruar ahiretin dhe kanë harruar botën tjetër. Dhe ndër gjërat që njerëzit sot instinktivisht, ndoshta edhe pa dashin e tyre, i kushtojnë shumë rëndësi pjesës së të ngrënit. Siç e thatë dhe ju, kjo mund të konsiderohet një prej mrekullive profetike dhe për profecive profetike. Domethënë, pejgamberi alayhis salam përpara 15 shekush, domethënë jep një ilaç dhe një kurim për atë që sot quhet, domethënë, mbi pesha. Njerëzit sot vuajnë, sot ka ushtrime, sot ka klinika, sot ka dietologët, cilët japin, le të themi, dieta, receta që njerëzit si të humbin kilogramet e tyre etj. Thoshte mirë një i mençur, thoshte nëse njerëzit në Afrikë apo në vendet e varfëra ecin me 10 kilometra për të gjetur diçka për të ngrënë, në pjesën tjetër të botës ecet me kilometra të gjata që njerëzit të humbin atë që e kanë vënë tepër. Islami normalisht nuk është kundër të ushqyerit dhe të ushqyerit mirë. Jo, përkundrazi, për këtë arsye kemi një seksion të veçantë në të ushqyerin islam që quhet halal ose halali, që do thotë çdo gjë që është e dobishme, e shëndetshme, bio, ku nuk ka ndërhyrje njerëzore. Domethënë dhe që nuk dëmton shëndetin e njerëzit, kjo quhet halal. Dhe nëse njerëzit do i përmbaheshin kësaj, do të kishim shumë problematika të evituara sot. Pjesa tjetër e halalit në islam ose e halallikut në islam është që njeriu mos ta teprojë, siç tha Zoti në Kur'an, wa kulu washrabu wala tusrifu. Hani e pini, po mos e teproni, mos shpërdoroni. Dhe prej shpërdorimit të ushqimit është ngrënia, domethënë pa kriter, ngrënia, domethënë pa një lloj matësi. E duke qenë se njeriu është i prirur, domethënë për të provuar shumë, për të shijuar shumë, kjo bën atë që të hutohet, si pasojë domethënë të ushqehet tepër e të dëmtojë veten e tij. Pra, nuk është domethënë halali vetëm të ushqehesh me halal pa marr parasysh se sa ushqehesh. Jo. Përveç të ushqyerit halal, duhet që ky të ushqyer nuk duhet të jetë me teprisë dhe nuk duhet të jetë me shpërdorim. Pra edhe kjo është pjesë e halalit për cilën ka porositur profeti alayhis salam. Në hadith ka dy gjëra interesante. Njeriu nuk ka mbushur enë më të keqe se sa stomaku i tij. Njeriu nuk ka mbushur enë më të keqe, pra njerëzit sot mendojnë për barqet e tyre, njerëzit sot mendojnë për stomaqet e tyre, njerëzit sot e masin jetën me komoditetin në të ngrënë. Pra i kushtojnë një pjesë tepër të rëndësishme të harxhimeve të tyre, të jetës tyre për ushqimin e tyre, ndërkohë që duhet ndodhte e kundërta. Harxhimi më i madh i njeriu, paraja më e madhe e njeriu duhet shkonte tek mendja dhe tek ndriçimi i mendjes. Po dallimi mes mendjes dhe stomakut le të themi në furnizim, cili është sepse mendja kërkon dije, kërkon lehtësim, kërkon pasion, kërkon vazhdueshmëri, ndërsa pjesa e stomakut është shumë më e kollajshme. Mjafton që të kesh para, domethënë, të kesh pjesën ekonomike dhe e ushqen dhe e mbush shumë kollaj. Dhe njerëzit zgjedhin rrugën më të lehtë për tu ngopur, them, dhe i kushtojnë rëndësi stomakut. E dyta që ka të bëjë me hadithin është fakti që njerëzit sot domethënë gjërat i masin me materializëm, që do të thotë domethënë njeriu nuk duhet të shohë gjërat se si i përkthehet në komoditetin e jetës mënyra e fitimit. Pra ka njerëz që në emër të stomakut të tyre nuk shohin as halalin, as haramin, as mënyra se si vjen para. E rëndësishme është mos i prishet erezia dhe të ushqehet mirë. Dhe në emër të ushqyerit mirë nuk i intereson apo han haram, apo han halal, para se e ka fituar për këtë ushqim etj. Mos flasim pastaj që hadithi flet për një stad krejt tjetër. Pra, nëse stadi i hadithit thotë kujdes, mos u ushqe shumë, ushqeu 1/3. Me mend ti, domethënë, nëse do të flasim për mënyrën e ushqyerit, për mënyrën se si është fituar paraja, edhe thjesht që njeriu të shohë shijen dhe mos shohë domethënë cilësinë. Pra njerëzit sot janë të prirur të shkojnë mbas shijes, mbas asaj që shijon, mbas asaj që është e shijshme, nuk i intereson se si është kjo gjë. Ndërkohë që Islami thotë jo, nuk është shija gjithçka, sepse njeriu, domethënë, ka për të ushqyer që ka për të ushqyer. Pra, nuk ka mbushur njeriu enë më të keqe se sa stomaku i tij.
i mjaftojnë atij disa kafshata, kështu është hadithi tekstualisht, i mjaftojnë atij disa kafshata. In kana wala bud, e nëse duhet patjetër që të ushqehet, sepse mund të ketë një punë të lodhshme, mund të ketë angazhime jetësore, atëherë in kana wala bud, nëse duhet patjetër, fa thuluthun li ta'amihi, u thuluthun li sharabihi, u thuluthun li al-hawa. Atëherë tha nëse duhet patjetër 1/3. Po mirë, për shembull njeriu mund të ketë një punë të lodhshme, mund të ketë një siklet madh që ndoshta i duhet më shumë. Ai nuk tha mos ushqe 2 herë në ditë. Ai nuk tha mos ushqe 3 herë në ditë. Ai nuk tha mos ushqe 5 herë në ditë. Nuk e tha këtë. Ai tha kur të ushqehesh, atëherë 1/3 mund ta hash edhe nëse ke nevojë, mund ta hash edhe herë dytë, edhe herë tretë, nuk përbën problem fetarisht. Dhe nuk ka shiqur Zotit, nuk ka fetarisht ndonjë kufi. Por është thënë që sa më pak aq më mirë. Nganjëherë njerëzit mund pyesin thonë si e man ti, domethënë veten ose si. Tash është shumë e thjeshtë. Nëse njëri ushqehet 1 herë në ditë, nuk ka probleme fare me peshën as me mbi peshën. E nëse njëri ushqehet më shumë se 1 herë në ditë, atëherë do të jetë shumë i kujdesshëm. E nëse han më shumë se 2 herë në ditë, atëherë fala yalumanna illa nafsuhu. Atëherë mos çertoj vetëm se veten e tij. Dhe faktikisht domethënë në gjuhën islame nuk është se është pëlqyer shumë kjo puna e barkut ose e mullës, tha profeti alayhis salam, dhe do të vijë një kohë që do të shfaqet tek njerëzit barku ose mulla. Pra e tregoj këtë si një shenjë domethënë të dhënies edhe mbas dynjas, sepse fundit ky, siç tha njëri, tha ky është një kapital, po kapital që tregon domethënë që njeriu domethënë është edhe i mirë, le të themi këtu në çështjen e dynjas. Pra nuk është ai treguesi i gjithçka, nuk është ai që tregon gjithçka, por njeriu do të jetë i kujdesshëm. Kjo është ideja domethënë. Megjithatë, o xhenderuar, ju e tha, domethënë pak a shumë që disa njerëz e bëjnë ushqimin synim. Pra, në momentin e një pjesë e ditës ata thënë ha ç'do hajm sot. Hajde do blemte që do blem. Pra e kanë i punon shumë menja tek ushqimi, ndërkohë që ju e thatë shumë bukur, nuk i punon po aq mendja, domethënë atë çfarë libri do lexojmë sot, ose hajde çfarë adhurimi ndaj Zotit do bëjmë sot, ose çfarë vepre të mirë do bëjmë sot. Pra i punon më shumë menja për të konsumuar sesa për të shtuar vetes vlerat shpirtërore dhe vlerat intelektuale. Por hadithi përmend biri i Ademit. Pra ne kemi përmendur në emisione të tjera, por është e mirë ta ritheksojmë edhe një herë. Biri i Ademit i posaçërohet domethënë në këtë rast njeriu. Pse është emërtuar me këtë emër simbolik, pra biri i Ademit, si një tip emri simbolik i cili e parafrazon të gjithë njerëzimin? Po, faktikisht domethënë kjo është një lloj, le të themi, nderimi që Zoti i Madh i jep njeriu, pra e kthen tek babai i parë. Siç për shembull i referohemi ne, për shembull ne jemi bijtë dhe i japim vetes tonë një titull X që na pëlqen të dedikohemi tek ai emër, e njëjta gjë domethënë, dedikimi më i mirë është dedikimi tek njeriu i parë, tek Ademi alayhis salam, pasi Ademi alayhis salam është jashtë ose mbi të gjitha racat, mbi të gjitha ndarjet e kështu me radhë. Për këtë arsye e gjejmë edhe në Kur'an, ja bani Adem o bijtë Ademit, po e gjejmë edhe në hadithet e profetit alayhis salam, Ibn Adem, pra biri i Ademit, pra njeriu, pra kur përkthehet njeriu, po faktikisht i është referuar Ademit alayhis salam thjesht për të kujtuar që ne origjinën të gjithë e kemi nga Ademi alayhis salam, dhe se nuk është raca apo ngjyra apo pozicioni që kemi për momentin jetë ajo që neve na bën të dalluar tek Zoti. Inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri te Zoti është ai i cili është më i devotshëm. Dhe ndoshta mund të ketë këtu prap një përshtatshmëri, sikur po na thot pejgamberi alayhis salam, një nga normat që e mban njeriu në linjën e duhur është mos t'i kushtoj rëndësi stomakut të tij, mos t'i kushtoj rëndësi thjesht të ushqyerit të tij, po t'i kushtoj rëndësi një ene tjetër në trupin e tij. Dhe ena tjetër në trupin e tij është zemra e tij, që është ena e devotshmërisë. Pra, kjo enë e devotshmërisë është ena më e rëndësishme që njeriu duhet ta mbushë me vepra të mira dhe duhet të largojë prej saj çdo gjë të keqe që prish, le të themi, natyrën e kësaj ene. Mirë, po dietarët e Islamit e thon bukur. Thon, janë dy enë në trupin e njeriu që kanë lidhje me njëra tjetrën. Ena e stomakut, pra le të themi organi i stomakut, dhe ena e zemrës, organi i zemrës. Që do të thotë, nëse njeriu është mirë me zemrën e tij, do të kontrollojë çfarë futet në stomakun e tij.
Dhe çfarë futet në stomakun e njeriu ndikon në zemrën e tij. Të japim një argument për këtë gjë. Pejgamberi alayhis salam tha, ai njeriu i cili pin alkool 40 ditë si pranohet namazi. Domethënë ndiko ka çfarë depërton në stomakun e njeriu tek imani dhe tek besimi i tij. Po e kundërta, nëse njeriu është mirë në imanin dhe në besimin e tij, nuk e prek kurrë alkoolin me dorë. Sepse Zoti thotë në Kur'an, për besimtarët i drejtohet innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu. Është prej veprave të djallit, largohuni prej saj. Për një që është mirë në imanin e tij dhe në besimin e tij, kur nuk. Këtu bëjmë një dallim ose le të japim një situacion tjetër. Një person e piu alkoolin duke mos e ditë që është alkool. Ai pranohet atij namazi 40 ditë? I pranohet. Po si ka mundsi? Edhe ky e futi alkoolin në tërmeti, sepse nuk ka qenë qëllimi i tij pirja e alkoolit. Pra, për këtë arsye, domethënë, ka lidhje mes tyre dhe për këtë arsye profeti i Islamit i kushtoi rëndësi kësaj pjese, sepse njeriu në momentin që nuk i kushton shumë rëndësi, edhe thjesht mjaftohet me diçka të lehtë, do të largohet edhe prej harameve, sepse këto harame do të ndikojnë tek ena tjetër, pa do të japin efektin tek ena tjetër, po sikur po na jep edhe një mesazh tjetër, profeti alayhis salam, që keni një enë tjetër që është shumë më e rëndësishme se sa të gjitha enët e tjera të mbushur, që është zemra. Siç than hadithin që ne kemi përmendur edhe më herët, në trupin e njeriu ndodhet një organ, nëse rregullohet dhe përmirësohet, rregullohet dhe përmirësohet gjithë trupi i tij, dhe nëse prishet gjithë trupi i tij. Mirë po, dallimi nga stomaku i zemrës është se zemra ushqehet me vepra të mira dhe boshatiset ose si më thon nxihet nga veprat e këqija. Ky është dallimi mes dy enëve. Pra, njëra enë ka të bëjë me materialen, thjesht çfarë futet në të, pra me materie, me të ngrënë, me të pirë kështu me radhë, ndërsa tjetra ka të bëjë me pjesën e veprave të mirave, me sevapet, me punë të këqija, me haramet. Kjo e para përkthehet, le të themi, në dëmin si më thon shëndetësor ose dënim në botën tjetër, ndërsa tjetra përkthehet me nur ose errësirë në zemrën e njeriu. Pra, çdo e mirë si mbushet zemra, ndriçohet. Çdo e keqe si mbushet zemra, çfarë ndodh në zemër, fillon edhe vendosen të pika të zeza dhe njeriu pastaj do të ndodhet, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kelkusi muhaxhia, si një enë e kthyer për mbys, pra edhe zemrën, profeti sallallahu alajhi wasallam e ka quajtur enë, edhe stomakun e ka quajtur enë, thjesht ena e parë ndriçohet, le të themi me pikla të bardha për çdo adhurim dhe për çdo vepër të mirë, ose me pikla të zeza për çdo gjuna dhe mëkat, dhe kjo tjetra, edhe kjo gjithashtu është enë, po kjo varet se çfarë futet në të, dhe do të ndikojë edhe tek tjetra, dhe e dyta edhe ajo që futet, pra edhe nëse është halal, edhe ajo do të jetë e kufizuar, sepse çfarë ndodh. Ka një fjalë të bukur Ibn al-Qayyim, Zoti e mëshiroft, që thotë kur flet për pastrimin e zemrës, për pastrimin e shpirtit dhe kështu me radhë, dhe thot 1, 2, 3, thot të tepruarit në ushqim. Thot Ibn al-Qayyim, thot të tepruarit në ushqim e çon njeriu tek hutia. Në të vërtetë kështu ndodh, një njeri i cili tepron në të ngrënë, ai vjen një moment që lodhet, vjen një moment që domethënë dembeloset, sepse është normale, pra trupi i tij, domethënë ka peshë, ka gjëra që duhet i përgjigjet dhe nuk mund të përgjigjet gjërave të tjera njëkohësisht, dhe kjo e çon njeriu në dembelizëm. Ibn al-Qayyim thot se kur stomaku tepron dhe mbushet, thot del prej tij, thot një lloj, le të themi, ai e përngjason me një lloj avulli, thot i cili godet, thot arsyen. Edhe bëhet arsyeja e njeriu, thot arsyeja e njeriu është si puna e pasqyrës, thot. Dhe godet një lloj avulli dhe si pasojë e kësaj njeriu nuk i sheh më gjërat ashtu siç janë. Pra ka një lloj turbullire. Për këtë arsye, domethënë Ibn al-Qayyim thotë është porositur në Islam që njeriu mos ushqehet shumë, ose le të themi më mirë se mos ushqehet shumë, mund të ketë edhe, si më thënë, një kontekst negativ, jo, me kuptimin pra mos ta teprojë në të ushqyer, pra të jetë i kujdesshëm kur ushqehet, në mënyrë që të ruaj arsyen e tij dhe të ruaj logjikën e tij dhe pastërtinë e tij, sepse kjo pra mund të japin efekte të tjera anësore, dhe prej efekteve ata anësore ne nuk duhet të shohim vetëm, le të themi, problemin e mbi peshës. Ne tani po bëjmë një matje ekstreme materialiste të hadithit. Jo.
ne po flasim, duhet flasim dhe duhet ta kuptojmë hadithin në pjesën e shpirtit, që do të thotë një ngarkesë e tillë stomakut e dembelos njeriu, nga adhurimi, nga përkushtimi ndaj Zotit xhelalu etj. Ne kemi provuar vetë që të jemi të sinqert. Neve na ndodh në Ramazan. Për shembull, shtrohemi për iftar, ka 2 lloje iftarësh, ka iftarët të lehta, ne i falim teravit e çdo gjë shkon shumë mirë. Kur iftarët janë të rënda, edhe teravit tona janë të rënda. Tani kjo është e vërteta dhe kjo ndodh gjithmonë. Atëherë profeti alayhis salatu wasalam për t'ia prerë rrugën pikërisht le të themi këtij lloj dembelizmi, kësaj lloj situate, çfarë tha? 1/3, 1/3, 1/3. Tani le ta shumëzojmë, siç thot Durkheimi, nëse do ta kuptosh një të mirë apo një të keqe, shumëzoje për gjithë njerëzit e botës. Nëse gjithë njerëzimi do të ecte me këtë porosi profetike, që është 1/3, 1/3, 1/3. A do të kishte sot problematika në varfëri? Nuk do të kishte. Pse? Sepse njerëzit çfarë është mbi 1/3 nuk do ta konsumonin, po do ta çonin të varfërve dhe fukarejve. A do të kishte sot problematika me mbi peshën, obezitetin, nuk do të kishte. A do të kishte sot, domethënë, njerëz cilët vuajnë për kafshatën e bukës, nuk do të kishte. Dhe njerëzit do të ishin shumë më mirë edhe psikikisht, edhe në jetën e tyre, edhe në le të themi në aktivitetin e tyre, edhe në lehtësinë e tyre për të vepruar dhe për të komunikuar dhe për t'i parë gjërat ashtu siç janë. Kështu që me të vërtetë është një porosi e dhënë para 15 shekujsh, po faktikisht ajo mbetet reale në çdo kohë dhe sa herë që të ketë njerëz mbi sipërfaqen e tokës. Ndoshta po i vim edhe në fund, domethënë pjesës së parë. Vetëm të shohim pak se si ka jetuar profeti alayhis salatu wasalam dhe mënyra se si ushqehej profeti alayhis salatu wasalam. Domethënë, nuk ka qenë barku apo mbushja e barkut prej prioriteteve të jetës së tij. Një herë e pyetën nënën e besimtarëve, i thanë, si ishte ushqimi? Thotë, çfarë ushqimi? Kishte raste që 1 muaj ose 2 muaj nuk ndizej zjarri në shtëpinë tonë. E pyetën nënën e besimtarëve, po si jetonit ju? Tha, me ujë edhe me hurmë. Që domethënë njeriu mund të jetojë, njeriu mund ta bëjë jetën mbar dhe mirë. E rëndësishme është të jemi tek hallalli. Të jemi tek e pastra, të jemi tek ajo që është bio dhe e natyrshme, edhe nëse është pak. Dhe mos mashtrohemi me le të themi me dukshmërinë, me atë që domethënë shfaqet në reklam. Ne duhet të shohim cilësinë në ushqim, që është tek hallalli dhe tek ajo që është e natyrshme, dhe në momentin që e gjejmë këtë, le të jetë pak. Mos të ngopemi, nuk ka problem, sepse ajo është më e dobishme dhe më e shnetshme se sa diçka që është shumë e bukur, shumë e paraqitshme, mirë po faktikisht, domethënë, kanë të ndërhyrje apo Zot na ruaj, po si edhe halal, pastaj edhe e keqja është edhe më e madhe. O të nderuar, do të vazhdojmë shpjegimin e hadithit në pjesën e dytë të emisionit. Nderuar të shikues, rishikojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar të shikuesja, kur I takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë, jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Hoxhë nderuar, e lam ke pjesa e hadithit. Tham që hadithi është pothuajse bazamenti I asaj që sot quhet shkenca dietologjisë. Pra, profeti alayhis salam për 1400 vjet ka përcaktuar që njeriu të ushqehet, por në momentin që të ushqehet, të ndaj stomakun e tij në 3 pjesë, pra 1 pjesë për bukën, 1 pjesë për ujë dhe 1 pjesë për frymarrjen. Sepse në momentin që njeriu ha shumë dhe ushqimi zë ushqimin, ai kthehet smuni, siç e përcaktojnë dhe disa dietolog, që stomaku qenë ka farmacia e stomaku dhe zorët janë farmacia e trupit njeriu. Gjendet miliona baktere dhe antibaktere të cilat shërbejnë si një farmaci për trupin njeriu, pra që është shumë I rëndësishëm për shëndetin dhe për rritjen e imunitetit ton. Tani jemi tek pjesa e hadithit, profeti e ndau në 3 pjesë. Një pjesë tha për ujin, një pjesë e la për ushqimin dhe një pjesë e la për ajrin. Pra, vetë kjo, bukuria e hadithit, vetë kjo ndarje është një mrekullim vetvete, sepse e përcaktoi për njeriu, që njeriu ka nevojë dhe për bukën dhe për ujin, ka nevojë dhe për ajrin. Boshllëku, si më thon, ku zhvillohen këto të dyja. Si mund ta komentoni pra këtë lloj ndarje të profetit alayhis salam për trupin? Mirësitë shkencore që I vijnë njeriu, mirësitë të cilat ai vazhdon.
Faktikisht rreth kësaj që ju thatë, kam parë dhe ka studime shkencore të cilat e trajtojnë pikërisht këtë mrekulli, pra shumë prej dietarëve e konsiderojnë këtë hadith si një mrekulli profetike. Domethënë mënyra se si profeti sallallahu alajhi wasallam e bëri ndarjen, madje ka dhe studime të cilat janë studime perëndimore, të cilat trajtojnë pikërisht këtë mrekulli, pra këtë mrekulli profetike për mënyrën se si njeriu duhet të organizojë vetë ushqyerjen e tij. Pra 1/3 ata për ushqim, 1/3 për lëngjet, se ne themi ujë sepse ashtu është përmendur, po faktikisht përfshihen këtu lëngjet në përgjithësi, dhe 1/3 ata të rije lirë. Dhe kjo pjesa e të lënit të lirë, do të thonë shpikisht ajo që i jep, bravo, ajo që i jep njeriu atë hapësirën e zhvillimit të këtyre dy të parave, dhe normalisht ne e kemi parë dhe me veten tonë, kur kemi mbi ngarkesë edhe frym nuk marrim dot ashtu siç duhet, edhe ecje nuk e bëjmë ashtu siç duhet, pra është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesa e ajrit. Aq sa është e rëndësishme pjesa e ushqyerit, është e rëndësishme edhe pjesa e lirisë për të pasur njeriu aktivitetin e tij. Dhe në shumë studime, domethënë le të themi perëndimore, shkencore, dalin gjitha në këtë përfundim, domethënë është e pamundur që kjo fjalë e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam të jetë diçka e thënë prej tij, pra të jetë produkt njerëzor, por padyshim që kjo është një fjalë e Zotit. Për gjërat më interesante, ndërkohë që ne domethënë po flisnim për këtë temë, më vjen ndërmend një libër i bukur i Ibn al-Qayyim al-Jauziyje, që është Mjekësia profetike. Domethënë libri Mjekësia profetike, do të thotë një libër i cili është le të themi pjesë një kolazhi vëllimesh që ka të bëjë me le të themi Zad al-Ma'ad, ose si më thën Zahireja e ahiretit, pra një njeri që do të shkojë në ahiret dhe të fitojë edhe botën tjetër. Ky është, le të themi, ky është Zahireja e tij. Ky është libri i dijes për njëri i cili synon botën tjetër. Dhe Ibn al-Qayyim aty e ka bërë një përzierje brillante, shumë të bukur, domethënë e fillon le të themi me temat e adhurimit, pastaj kështu. Dhe një kapitull i veçantë është mjekësia profetike. Mjekësia profetike porosit që nxirren nga Kurani ose nga hadithet që kanë të bëjnë me shëndetin dhe me mjekësinë. Dhe kemi aty një kapitull special që ka të bëjë pikërisht me mirë ushqyerjen. Që do të thotë Ibn al-Qayyim, thotë për shembull, përmend le të themi për shembull xhinxherin. Thotë dobitë e xhinxherit, dhe kështu përzierjet e tij, si ndikon ai. Domethënë një mrekulli, një mirësi shumë e veçantë për trangullin, për shalqinin, për hurmën, për mishin e deves, për mishin e pulës, për gjithçka, domethënë për mënyrën se si edhe mund të kombinohet dhe si çfarë dhe si më thon efektesh ka anësore kështu me radhë. Gjëra domethënë që nëse ne thjesht i nxjerrim nga arkivat e librave dhe fillojmë dhe i rikthejmë edhe një herë në jetë, jeta jonë do të bëhej edhe më e shëndetshme, sepse ne besojmë se Islami nuk ka ardhur për të përmirësuar vetëm jetën e botës tjetër, ne besojmë që Islami ka ardhur për të rregulluar edhe jetën e kësaj bote, dhe pikërisht këto mësime që ka dhënë Islami nëpërmjet Kuranit, nëpërmjet haditheve të Profetit alayhis salatu wasalam, nuk janë gjë tjetër vetëm se, si më thën, pjesë e investimit për një jetë sa më të mirë, për një të jetuar sa më të mirë në jetën e kësaj bote. Ju e tha, domethënë e përmendet libri Mjekësia profetike, është një nga librat më të bukur dhe neve domethënë ja sugjerojmë edhe jo besimtarëve. Ta lexojnë të gjithë njerëzit për shkak sepse ai përcakton mënyra të ndryshme që 1400 vjet është e mjekësisë profetike. Por edhe Ibn Khalduni në mos gaboj përmend një rregull tjetër, domethënë të ushqimit dhe mënyrës të ushqyerit të njeriu. Se si ndikon ai tek njeriu. Se si ndikon ai tek njeriu, dhe mund t'ia përmendni teleshikuesve? Po, e vërtet, Ibn Khaldun, Zoti e mëshiroft, edhe ai që konsiderohet babai i sociologjisë moderne, pra është ndër të parë që ka hedhur, le të themi, ato bazamentet e para të sociologjisë moderne. Ibn Khaldun tregon, domethënë gjatë studimeve të tij, domethënë tregon se si edhe mënyra e ushqyerit ndikon tek le të themi tek karakteri i njerëzve. Pra, njerëzit që ushqehen le të themi me mishin e deves, kanë këto karaktere, të cilat shkojnë në ngjashmëri me të ushqyerin. Ata të cilët ushqehen me mishin e lopës apo të gjedhëve, kanë këtë, ata të cilët ushqehen me mishin e deleve dhe dhive, kanë ata të cilët ushqehen nga mishi i pulave, domethënë ata të cilët ushqehen me harami, siç është mishi i derrit, ata të cilët ushqehen me insekte. Domethënë Ibn Khalduni domethënë jep se si faktikisht të ushqyerit ndikon tek karakteri i njeriut, pa jep atë efektin e tij. Po, sepse është ena, e si pasojë nga aty pastaj bëhet shpërndarje e gjithë trupit. Hoxhë nderuar, për të ndalur pak tek ushqimet të cilat Allahu i përmend Kur'an. Domethënë
le të ndalim pak tek Meremi alayhis salam, e cila domethënë i vinte ushimin e dimrit, i vishin në verë dhe ushqimet e verës i vishin dimër shumë shekuj më përpara, ndërkohë që ne sot këto e kemi mrekulli, pra na vijnë frutat e Afrikës në dimër dhe ato egzotiket, domethënë gjithashtu. Porse Allahu përmend Kur'an disa lloj frutash dhe për të mirën e teleshikuesve është që t'i shpjegojmë se çdo lloj fruti ka një veti e cila i bën mirë trupit njeriu. Për shembull përmend Allahu shegën, përmend bananën, përmend ju e thatë shumë bukur me që jemi dhe në stinën e dimrit, ju e për zenxhebilin ose atë që quhet ginger, që përmendet pikërisht në Kur'an, është një prej atyre ushqimeve shumë të mira të cilat ndikon për shëndetin, ose ku njeriu është me grip dhe mënyrat e përdorimit të tij sot tashmë janë bë pjesë. A mund të përmendni disa ushqime, disa fruta, disa perime të cilat Allah i ka përmend Kur'an dhe këto i bëjnë dobi njeriu? Faktikisht domethënë për të ndalë në çdo detaj nuk e di ato të mjaftonte koha, por le të themi prej më pikanteve që ka Kur'ani është hurmi, prej më pikanteve që ka Kur'ani është mjalti, prej më pikanteve që ka Kur'ani është shega, siç e përmendet ju, prej më pikanteve është përmendur me të madhe disa herë ulliri dhe vaji i ullirit, është përmendur fiku. Le të themi prej perimeve janë përmendur këto, domethënë perimet e thjeshta, perimet, si më thon, ato që kanë gjethin jeshil, pra si më pikante, domethënë. Domethënë njeriu nuk është kushti, domethënë që njeriu të përmbahet thjesht atyre që janë përmendur, ato janë përmendur, si më thon, edhe për kohën kur kanë qenë dhe kur kanë ekzistuar, por edhe për të dhënë sinjal, normalisht edhe për të dhënë sinjal që njeriu le të referohet pikërisht tek këto të ushqyeve. Po janë përmendur edhe kafshët faktikisht, sepse dikush mendon që Islami ka prirje, le të themi që domethënë dikush e keq interpreton Islamin si një prirje drejt vegetarianizmit. Faktikisht nuk është Islami thirrje e tillë, por normalisht me karar kur i thon, pra për këtë arsye domethënë dhe therrja e kurbanit në Islam nuk është diçka, le të themi, javore, që njeriu e ka përhershëm, por është në faza të caktuara dhe në kohë të caktuara për shkaqe të caktuara. Pra Islami ka bashkuar mes atyre që, le të themi, nuk e shohin fare botën vegetariane si të ushqyeshme dhe të shëndetshme, dhe mes atyre që e shohin botën vegetariane si të vetmen metodik që njeriu të shpëtojë, ne themi jo, një përzierje dhe një miksim i mirë i jep njeriu një shëndet më të plot. Pikërisht thotë profeti alayhis salam përmeni miksimin, ju e thotë shumë bukur, midis ushqimit, lëngjeve dhe ajrit. Është pikërisht domethënë ky lloj miksimi, sepse njeriu po të hajë për herë ushqime thata, siç hajnë sot rinia vetëm hamburger, ai mund të smuhet nga stomaku, mund të smuhet nga zora trashë, mund të ketë dhe probleme. Kurse ajo kuzhina që kemi në tradicionale shqiptare është një kuzhinë e lëngshme. Po ta shikoj domethënë është gjellë, ne i themi gjellë, po ajo ka brenda dhe fruta dhe dhe perimet dhe zarzavatet, po ka brenda dhe lëngje, pra është e lëngshme. Gjithashtu dhe diafragmën e njeriut, kjo pjesa e ajrit nuk e lën. Pra në momentin që njeriu le një hapësirë, nuk e ngacmon diafragmën, e cila ndikon në frymëmarrjen e njeriut. Por edhe diçka hoç, domethënë për të mirën e teleshikuesve, është pra profeti bëri një miksim të tyre trejave dhe ne mund t'ja sugjerojmë teleshikuesve një miksim tjetër. Normalisht që domethënë kjo varet nga mundësia e njeriu, edhe domethënë më e mira do të ishte që njeriu le të themi të ketë ditë tek miksimi që po flasim. Pra edhe përzierja nuk është fort e përqyeshme. Domethënë njeriu, okay, le të themi në një ditë caktuar fiksohet tek një lloj, le të themi, tradite në kuzhinën e tij, le të themi tek X lloj mishit, një ditë tjetër tek një lloj tjetër, pra mos bëhet të përzierje e madhe në një ditë. Pra le të themi le të përshtasi, le të themi pjesën e perimeve dhe zarzavateve dhe të mishit në një ditë, edhe të përshtasin në një ditë tjetër kështu me radhë, dhe mos bëj përzierje. Ne shqiptarët kemi problem. Për shembull, përshtasi një ditë peshku, një ditë mishin e kuq, një ditë mishin e bardhë. Sepse ne kemi problem, me qëllim që të marrin të gjithë vitaminat. Kur na vin mysafir ose kështu, kemi qejf që t'i përziejmë gjitha. Faktikisht ajo nuk është e shëndetshme. Pra është mirë që gjërat të jenë të ndara, siç e thatë edhe ju, domethënë, të jenë ndara dita, le të themi, e peshkut apo dita e pulës e kështu me radhë. Apo mishit kuq e kështu me radhë. Ju e thatë shumë bukur hoc, domethënë që njeriu i përzin këto dhe i bën si ta them si një kazan pleresh brenda barkun e tij, faktikisht. Dhe ajo që synon hadithi është që
Ha pak, po mund të hash shpesh. Në momentin që tretet kjo, ti mund të hash pak, por në momentin që ti ke hangur bukë, prit tresi stomaku ushqimin që ke ngrënë, pastaj ha mëlçinën, ha frutin, i cili mund ndikoj pozitivisht dhe mund ta marrë trupi, se sa ta nxjerrë për jashtë. Bile kam lexuar me që përmendë frutat, thuhet në disa vende në studime shkencore, flas që pëlqej thotë që frutat të hahen përpara ngrënies, për dy arsye. E para se treten më shpejt se sa ushqimi, ndërkohë që po t'i ham më pas, domethënë do t'japi efekte thartimi të ushqimit më shpejt se sa ç'duhet, dhe e dyta si japin njeriu ndjesinë e ngopjes përpara ushqimit. Pra, kur njeriu ka ngrënë fruta përpara ushqimit, nuk është se do të ushqehet me shumë ushqim, sepse e ka mundur atë ndjesinë e ngopjes. Për këtë arsye në Kur'an po të shohësh për shembull, kur flet Zoti për xhenetlit, gjithmonë përmend frutat përpara ushqimit. Edhe me që ju përmendet xhenetlit dhe pyetja e fundit për ta përmbyllur hoc, xhenetlit do të hajnë për ushqimeve të xhenetit dhe ato, domethënë, do t'i dalin një djersë më herë të mirë. A tregon domethënë kjo që ushqimet e mira japin domethënë dobishmëri shumë të madhe këtë trup njeriu? Absolutisht po. Por kjo është një prej urtësive, sepse banori i xhenetit nuk mund të ketë stresin të ngopjes, nuk mund të ketë stresin se si do të dalë ky ushqim nga trupi, dhe Zoti ja përkthen me djersë e cila ka aromë të mirë, jo djersa kësaj bote. Allahu të shpërbleft hoc për shpjegimet e bukura në këtë emision. Të nderuar televizionistë, ishim me Hoxhën Ahmet Kalaj, shpjeguam mbushjen e trurit me diturim, mbushjen e zemrës me besim tek Zoti dhe me adhurime dhe vepra të mira, gjithashtu për kujdesin ndaj trupit të njeriu, duke hëngur ushqime të mira dhe mos e tejkaluar ato. Po gjithashtu dhe aktivitetet fizike si që në sporti janë pjesë e asaj që quhet tradita profetike e këshillimit dhe sugjerimit ndaj njerëzve. Ritakojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.